Mirëmbrëma shikues të dashur, kudo që jeni dhe pejkado që më shikoni. Mirë se vini në episodin numër 5. Unë jam Uran Kqiku dhe ky është emisioni jam The Lab. Në korrekt të vitit 2026, Sam Altman tha diçka shumë interesante. Ai tha: "We are now like in singularity." Po çka do me thonë kjo? A ka ardhur vërtet singulariteti? Apo jemi veç të hy në një periudhë ku teknologjia po zhvillohet aq shpejt sa ne nuk mujna me parashiku ka po shkon? Sot inteligjenca artificiale është kudo. Na po flasim me AI. Po japim AI detyra. Po i kërkojmë me shkru për neve, me programu, me kriju, me analizu informacione. Po tash, po ndodh diçka edhe më interesante. AI po fillon me u përdor për me na ndihmu në krijimin e teknologjisë së re. E kjo na çon te një pyetje shumë e madhe. Çka ndodh nëse një ditë teknologjia të cilën e kim kriju na fillon me na ndihmu me kriju teknologji edhe më të avancume? A kemi hyrë tashmë në singularitet? Apo jemi veç në fillim? Para se me fol për singularitetin, duhet me kuptu çka është ajo. Dhe këto e kemi një problem. Sepse singulariteti nuk e ka një definicion të vetëm. Nuk është një datë, nuk është një buton, e as nuk është një program. E kjo është një ngjarje në të cilën shkencëtarët janë të pajtu që patjetër ka me ndodhë. Singulariteti teknologjik është një ide. Ideja është që mund me marrë një pikë ku teknologjia fillon me u zhvillu aq shpejt sa njerëzit nuk janë më në gjendje për me parashiku çka vjen pas. Paramendoj kështu. Njeriu e krijon një kompjuter. E kompjuteri na ndihmon me kriju teknologji më të mirë. E kompjuterat më të mirë na ndihmojnë me kriju teknologji edhe më të avancume. Deri këto nuk ka asgjë fantastiko shkencore. Kjo është e gjithë historia e teknologjisë deri më tani. Amo tash, po e çojmë një hap edhe më larg. Paramendoje një AI që nuk na ndihmon veç me përdor teknologjinë, po na ndihmon me kriju teknologjinë e së ardhmës. E kjo teknologji e re na ndihmon me kriju AI edhe më të sofistikume. E prap AI më e mirë na ndihmon përsëri me zhvillu teknologji hala më të avancume. E kështu krijohet një cikël. AI përmirësim, AI më e mirë, përmirësim më i shpejt, e pastaj AI edhe më e mirë. E nëse ky proces përshpejtohet shumë,
mund me ardhë me një pikë ku zhvillimi teknologjik ecën më shpejt se sa aftësia e jonë për me kuptu atë. E kjo është ideja që zakonisht lidhet me singularitetin teknologjik. Ama duhet me bo një dallim shumë të rëndësishëm. Kjo është vetëm një mundësi, jo një fakt. Nuk mundimi me thonë singulariteti pa tjetër ka me ardhë. E as nuk mundemi me thonë singulariteti pa tjetër ka ardhë, sepse ne ende nuk e dim. E pikërisht këtu fillon pjesa më interesante. E tash po hym te pyetja kryesore. A ka nisë? Nëse singulariteti është një proces, e jo një moment i vetëm, atëherë ndoshta nuk ka me pas një ditë saktume, kur njerëzit kanë me thonë sot filloi singulariteti. Ndoshta singulariteti ka me fillu gradualisht, pa e kuptuna. Dhe këto i kemi disa fakte që janë shumë interesante. Modelet moderne të AI po bohen gjithnjë e më të afta. Sipas Stanford AI Index 2026, disa prej modeleve më të avancume tashmë arrin rezultate shumë më të larta në detyra që dikur u konsideruan ekskluzivisht njerëzore. Si për shembull, në matematik, në shkencë, në programim, dhe në arshjetim dhe analizë. Në disa prej këtyre detyrave, modelet tashmë mundet me performu në nivel shumë më të lartë se sa njerëzit. Ama kjo nuk do me thot që AI është më e mëshme se çdo njeri në çdo aspekt. As pak jo. Një AI mundet me qenë i jashtëzakonisht e aftë për një detyrë, ama shumë e dobët në një detyrë tjetër. Vetëm trendi është shumë i qartë. Aftësitë patjetër po rriten. Edhe ato po rriten shumë shpejt. E tash vjen pyetja më interesante. Përdormi me përmirësu AI vetën? Këto do të me qenë shumë të kujdesshëm. Sot ekzistojnë sisteme të cilat mujnë me rishiku vetën, të cilat ofrojnë zgjidhje të ndryshme. Mundën me shkru kod, me verifiku kodin, mundën me ndihmu në programime, mundën me ndihmu edhe në shkencë. Pa tjetër, mundën me ndihmu edhe në kërkimet që lidhen vetë me AI. Pra, AI ashtu hi në zhvillimin e teknologjisë. Ama kjo nuk është e njëjta gjë me një AI që në mënyrë krejt autonome vendos me përmirësu vetën, e që pastaj me kriju një verzion më të mirë për vetës. Ai verzion mas ne e krijon një tjetër. E kështu procesi vazhdon pa kufi. Kjo fatmirësisht nuk është demonstru ende. E ky dallim është shumë i rëndësishëm, sepse këtu ndohet ajo që e dim prej asaj që mundemi me imagjinu. Ajo që e dim është ajo se AI po përparon shumë shpejt.
Ama ajo që nuk e dim, është ajo se sa larg mundet me shku ky përparim. E ajo që spekulojmë sot, është ajo, çka mundet me ndodh nëse AI një ditë bëhet pjesë aktive e përmirësimit të vet. E pikërisht këtu, Sam Altman e sheh situatën ndryshe. Le të kthehemi te fjala që nisi këtë diskutim. Sam Altman tha, "We are now like in the singularity." Pra, sipas Sam Altman, ne kemi hyrë në singularitet. Ama a pajtohen krejt me to? Natyrisht që jo. Ka ekspert që janë shumë skeptik. Disa thonë, po, ai përparon shumë shpejt. Ama, kjo nuk do të thotë automatikisht se kemi hyrë në singularitet. Pse? Sepse singulariteti në versionin më të fortë të tij zakonisht lidhet me një përshpejtim shumë më të shpejtë. Një inteligjencë që mundet me përmirësu veten. Pastaj e del versioni i ri, edhe përsëri e përmirëson veten. E kështu me radhë në cikël, jo ende nuk është realitet. Ose të paktën jo në kuptimin e plotë të cilën e nënkupton teoria. Prandaj, kur Sam Altman thot singulariteti ka ndodhur, mundemi me pasi një interpretim jo bashkë si një fakt. E kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse dikush thot AI po përparon, kjo mundet me u moc. Ama, nëse dikush thot singulariteti ka ardhur, duhet me pyet. Kon po e quan singularitet. E kjo na kthen te definicioni vet. Ndoshta Sam Altman po e përdor një definicion më të gjerë. Ndoshta po thot se jemi në një periudhë ku AI tashmë po e ndryshon ritmin e zhvillimit teknologjik. Ndërsa ekspertët tjerë po e përdorin një definicion pak më strikt. E sipas atij definicioni, ende nuk kemi arrit atë. Personalisht, mendoj që kjo është pjesa më interesante. Ndoshta nuk kemi nevojë sot me vendos kush ka të drejtë e kush e ka gabim. Sepse mundemi me thonë diçka shumë më të thjeshtë. AI po përparon. E ne nuk e dim sakt ku është kufini. E kjo është ajo që neve do të më na interesu ma shumë. Kur njerëzit e ndëgjojnë fjalën singularitet, shpesh e imagjinojnë një skenar. Qohën robot një ditë, AI botë e vedishme, edhe vendos, njerëzit janë problemi. E kështu fillon mas ne e fundi botës. Ama kjo është vetëm një skenar filmi. Problemi real është dikun tjetër. Edhe mundet me qenë shumë më i kompliku. Ama shumë më njerëzor. Sepse nuk duhet që AI mu bëhe keqe. Ose AI me na shkaktu dame. Mjafton që njerëzit me përdor për së keqi. Mumi me folë shembull për dezinformata, për manipulime, për mashtrime.
për sulme kibernetike, për mbikëqyrje. Ama mundemi me fol edhe për diçka tjetër. Çka ndodh nëse një kompani mundet me kry punën e 100 njerëzve me shumë më pak një? Çka ndodh me ata njerëz? Çka ndodh me pagat? Çka ndodh me profesionet? E çka ndodh me njerëzit që nuk kanë mundësi me përshtat aq shpejt vetën? E kjo nuk është vetëm një teori. Këto janë pyetje që tashmë po diskutohen seriozisht, gjithandej. Ama ekziston edhe një problem tjetër. Fuqia. AI po kërkon shumë resurse. Kompjuter, qendra të dhënave, energji, edhe infrastrukturë. Po mbi të gjitha, kapital. E kjo do me thonë që nëse AI bëhet edhe më e fuqishme, fuqia mundet me u përqendru në duart e shumë pa kompanive ose shteteve. E kjo na çon te një pyetje politike dhe shoqërore. Kush e kontrollon teknologjinë? Kush vendos se si përdoret ajo? Kush përfiton prej saj? E kush mbetet jashtë? Raporti ndërkombëtar për sigurinë e AI në vitin 2026 paralajmëron se aftësitë e AI po përparojnë shumë shpejt. Ama njëkohësisht ka ende shumë pasiguri rreth mënyrës se si këto sisteme munden me u zhvillu në të ardhmen. Disa rreziqe tashmë veç po shihen. E disa janë ende të pasigurta. E disa skenar mund të jenë shumë serioz nëse ndodhin në të vërtetë. Prandaj, nuk duhet me u friksu pe çdo gjëje që lidhet me AI. Po as nuk duhet me u sjell sikur asgjë nuk mundet me ndodh, ose me shku keq. Patjetër, duhet me kuptu teknologjinë, me kuptu rreziqet dhe me vendos vetë si doam me përdor na. Sepse, në fund të fundit, problemi nuk është veç a ka mo bo AI ma e meqme se na. Problemi është, a kim me dit na çka me bo me të? E tash po du me sjell këtë diskutim pak ma ofër nesh. Sepse, kur flasim për AI, zakonisht flasim për Amerikën, Silicon Valley, OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic, ose njerëz si Sam Altman, Mira Murati. Ama ku jemi na? Ku është Kosova, Shqipëria, diaspora? A kemi me qenë na vetëm konsumus e kësaj teknologjie të cilën e krijojnë të tjerët? Apo kemi me marrë pjesë në ndërtimin e saj? Sepse shqiptarët e kanë një avantazh që shpesh e harrojnë. Avantazhin e diasporës. Njerëz që jetojnë në Gjermani, Zvicër, Belgjik, Amerikë, në Kanada, në Britani e Australi. Njerëz që punojnë me teknologjinë, me shkencën, në biznes, në inxhinieri, ose në art dhe media.
Dhe kjo mundet me qenë shumë rëndësishme, sepse revolucioni AI nuk është veç një histori për kompanitë e mëdha. Është edhe mundësi për shtetet dhe kombet e vogla. Mundet me i dhonë mundësi një personi në Prishtinë për me punu në një kompani në Amerikë. Një programer në Kosovë e krijon një produkt për tregun global. E një artist shqiptar me kriju diçka që mundet me u pa në krejt botën. Pra, ka edhe një rrezik. Nëse ne vetëm konsumojmë, atëherë të tjerët e ndërtojnë të ardhmen për të neve. E kjo nuk vlen veç për shqiptarët. Vlen për çdo vend që nuk merr pjesë në zhvillimin teknologjik. Prandaj, pyetja nuk është veç çka ka me na bën AI. Pyetja është çka kemi me bën na me AI. A kemi përdor për me mësu, me kriju, për me ndërtu kompani, për me zhvillu vendin ton, edhe për mu lidh me diasporën dhe me botën? Apo kemi me bet vetëm përdorus dhe konsumus? E ndoshta, ky është vendimi të cilin do të me fillu me marë sot. Tash po do më kthye te pyetja e fillimit. A kemi hyrë në singularitet? Sinqerisht, unë nuk e di. Dhe besoj që askush deri më tani nuk e din me siguri. Sepse nuk po ekziston një vije qartë. Mundemi me thonë, këtu filloi singulariteti. Ajo që e dim është se AI po përparon shumë shpejt. Ajo që e dim hala është që AI po hyn gjithnjë e më shumë në pjesën e jetës tonë. E ajo që po bëhet veçanërisht interesante është ajo që AI po fillon me ndihmu edhe në zhvillimin e teknologjisë së re. A është kjo singulariteti? Ndoshta? A është veç fillimi i diçkaje shumë e madhe? Ndoshta? A mundemi me parashiku sakt? Nuk ma merr mendja. Ama ndoshta, kjo nuk është pyetja më e rëndësishme. Ndoshta pyetja më e rëndësishme është: çka kemi me bo na tash? Sepse teknologjia nuk po e pret askënd. E pa tjetër, as neve nuk do ta pret, deri na të jem gati. AI po ecën përpara. Dhe ne duhet me vendos ka dua me shku me të. Ndoshta AI na zëvendëson në do punë, ama ka me kriju edhe profesionet të reja. Ndoshta ka me na ndryshu edhe arsimin, ekonomin, shkencën, artin dhe mënyrën se si komunikojmë. Ama ndoshta ka me na ndryshu edhe mënyrën se si e kuptojmë inteligjencën. Nëse një ditë krijon një inteligjencë artificiale, një teknologji edhe më të mëshme se na, kush ka me qenë krijuesi? Dhe kush ka me qenë krijesa?